që kanë votu 51%. Unë e kom votu e. Unë se kom votu me na mytë. Kjo shtet është shumë i pushtet. Shtet pasiv është. Më falni që po thonë. Qyre, 172 euro muj shkon. Qyre faktura. 172 euro. Po, që kjo e dhjetojt 142. Unë e marro 420 euro. Punoj në hortikulturë, që? Që kjo popull shqiptar e ka përrejtu luftën në 88-ën, te kur ja ka një Serbia me shtyp fort, i na qu luft. Edhe e këna përzonë Serbi për tuaj. Pa o quë, mi përzonë edhe këta dhëtë me përzonë, këta, edhe ata që ka shi, këta, ata mi ka përfyti, këtë del vetë për tuaj. Këtë sultani këto, sultan Murati që orë këto, bashkë me sultanin atje, që këna votu 51%. Unë e kom votu e. Unë se kom votu me na mytë. E ta do të me shkarku dikush. A i tha prokuria. Cila prokurri? As ko prokurri, as ko gjyqësi, as ko shteta. Tu është 4 urë. Që shpja bëni për i pagu faturat? Që këshere 420 euro kom morë që ta të më kur gja, do të me dekuli. Se ke votu në mashtrusin. Pa e kom votu për ma mirën e. E kom votu për 99 që kom votu të tjertë, që shtu ne ka po që këtë të tjertë. E ju kërë e këni votu? Qore, unë jam edhe nuk po të me fuër. Me cilë? Që shtrajnimi 306 euro ka orë rryma. Ju besoj, se ka të dhëna personale. Po. Jënë dhëna personale 300. Ka orë rryma jetoj dhe smenone dhe të persona jena të shpër familje. Kom po për mi 50 ankesa i kam qëtë kjesën që është, ja, po më kesh përdore të rryma jashtë ore e kjesë që i keni në gjitë në rrugë. Se ajo orë në rrugë mund kesh përdore të qyrtën. Nuk merë mosë, asë një mosë kur të më orë që 7 vjetë që më i kërkisa. A pek prapë po më shku e dje, po më po kërkisa e parë dje, nuk ka orë asë një njërë në orë. Kjo është hajnije e të feshtë, është hajnije qeverisë tonë, mas pori që ja kemi nëmë këtë vëllë, që u rria të prezoti për Evro Muzelovë dhe komunistë, një njëri komunista, me presidenta, me kryeminister, me kejtë të komunizëm është. Këto nuk ka regu, nuk ka lisë. Nuk e di unë e punoj pasrim qytetit, Prishtinës që do. 500 euro e kom rrugën komplet, 425 është fiksja, 500 euro e kom rrugën. Qysh me dolë me, qa me hongër unë? E kom kreditin, rrymen, edhe me mirë pa hongër, qa me punkte? Kjo shtetë është shumë i pushtet, shtetë pasiv është. Më falni që po thonë, po nuk e di unë eftoj gjithë qytetarët me dolë në këtë protestë. Kondër këti kësoj qeveria dhe kondër këti kekut, edhe kësoj qeveria që puna qeverisë. Kondër kësoj, kjo vetë zdi qysë, qeveri kriminale, për popëll të vetë, jo me që popëllin për pora, po kriminale o kjo. Leqë jo, regull jo, shtetë jo, qa dojmë na dojmë leqë, dojmë një regull në shtetë unin. Jo pa leqë. Hold up!
Arrestoni hojnat, jo qytetarët! Arrestoni hojnat, jo qytetarët! Dikush I konvenon kësë kohë. Dikush se bën e sot çka është faktura e rrymës as këtë. A me kom për diverë, me milionat ti kish mu sheshi këtë. Po këtë hajt, shtëpinë tonë po. Kjo është merë. Ju vi konvenoj faturat. Po qysh jo, për çata jam dalin e këtu, që po më konvenon. A na vlena dukat, na venuzojmë tjerat shtete, a na vetë jetë. Po, hajna do të më çumbër, prokuroria do të më marrë të përpara. Prokuroria, tjetër s'ka kur gjë këtu, hiç. Ani. Po që na bëllë po hjeko. Për shëjtimin e rrymës, për shëjtimin e gjërat të ndryshme të cilat barke vi Prandaj, ne sidomos ne që jemi pensionistë, na duhet që nga barnat tona të heqim diçka për të jetuar, për t'i paguar këta që janë duke u pasuruar dita më ditë në korrigjet tonë. Prandaj, do të lutja edhe qeverinë, po edhe gjithë ata të kanë mundësi mos na bëjnë jetën të vështirë që të ikim e të dalim të lëshojnë vendin edhe në moshën 77 vjeçare. Do të mbetet pa njerë dhe kështu pastaj që ku do të marrin parat ata e të pasurohen të prej shtëpia në përgjagje e shtrejta marigonat e tjera. Prandaj u shalutur që të kenë kujdes për popullin, sepse populli është varfëruar në mënyrë të skajshme, për arsye që shumica prej nesh jemi në shkojnë e fundit të varfërisë para vdekjes. Prandaj kur vdesim na, çfarë do bëjnë të tjerë? Të dashur qytetarë, regulatorët e energjisë elektrike për shkak se kërkesa nga Kesko është bë prapë për me ngrit energjia elektrike. As i kem luksin, as i kem pagat, as i kem pensionet, që ta ngrisëm çmimin e energjisë elektrike, sepse sot martëmi 3 herë për të lëshuar nxjerrjen në shtëpi. Dhe të rritet çmimi i energjisë elektrike duke vjedhur një kompani private është e tmerrshme. Hojna! Gjithë herë për acet investimet e rreme
në mungesë të kontrollit të shtetit. Pse po e themi këto? Një shtyllë elektrike nëse qytetari e dislokon, atje faturohet 80 deri në 90 euro, të cilën e bën vetë e ketë si e shtin në investim të vetën. Afaristët ndërtojnë trafo, ndërtojnë energji elektrike, gjoja për të mbirëbajt i shtinën asetin e tyne dhe si investim të tyne e i paraqesin këtu të Zurejeja. Arrestoni hajnat! Arrestoni hajnat! I cilit ishte të rregulloj çmimet energjetike, që mos me leju një kompani zhvatëse si Keci me përfitu në kurrez të qytetarëve. Por e vetmi rol që e ka luajtur Zurejeja deri tash është aprovimi i kërkesave të Kecit. Kërkojmë nga gjithë qytetarët që të bashkohen edhe në protestat e radhës edhe ma shumë, edhe ma fort, që të bëjmë një 3 kërkesa të qarta. Kërkesa e parë, imediate e menjëhershme, duhet të jetë parandalimi i rritjes abuzive të çmimit nga Keci, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë fitimin Keci. Kërkesa e dytë, menjëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRS, i cili po i shërben Kecit e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapet debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të Kecit. Keci duhet të takoj popullit. Po qeveria jonë është për legin e votu. Po kjo është pia jonë, mare. Qa për në qesin sankcionin e jeptu. Na nuk jena fëmijë. O, si na të bërshëm na, ja, na e du na vetë. Hajde që ko të derën është na i fshin të punë. Të derën që për në qesin. Teknisht e sobra. Teknisht e sobra. Për neve që po iku për detë. Na në gjithë protestuesve. Ta s'lodhe këta veti ka regullu fund, po shetiti, po lyshin. Hajde, kaleni bukur. Gazetorë më përshëndes shumë. Gjithë gazetorë.